Unë personalisht nuk I besoj. Dogonis edhe nga ajo që spektakli I dështum që ndodhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku përgjithsisht votuesit republikan nuk shpreheshin në sondazhe, këtu dhënat I kanë marrë ca kompani që unë se di me çfarë lej kanë marrë dhënat tona që bëjnë telefona, mu për shembull personalisht s'm kanë marrë ndonjëherë telefon, më thonë drejtë. Atëherë çajm këto sondazhe vëlla. Mu marrin për dysheke, për të nxjerrë për ditë. Për këto sondazhet s'na kanë marrë ndonjëherë. E para, e dyta, si marrin këto dhënat tona dhe I përdorin, dhe e treta, është e sigurt që votuesi shqiptar është aq I lirë në Shqipëri që të thotë unë votoj Partinë Socialiste apo Partinë Demokratike, mos është një patronazhist pas telefonit që thotë pastaj raporton te lagja që do të heqim hallën në tezën nga puna. Pra, këtu nuk kemi të bëjmë në një klimë qetësor. Ore mund të jetë patronazhisti, por derisa ti me këto kushte pranove të hysh në zgjedhje, pra ti Partia Demokratike, ta I lëri këto... Mos futemi në zgjedhje. Ai tjeti shkatër karrierën e vetë sepse do gje mandatet. Do të aqonë dhe në fund, sepse me këtë qeveri nuk mos futemi në zgjedhje, domethënë, kjo është ideja. Ju thoni futem po nesër. Po pra, po ç'a do bësh? Do futesh në zgjedhje? Jo, do futesh. Po është gabimi më I madh mos do futesh se do t'i njohësh them unë. Po do t'i njohim se do fitojmë patjetër që do t'i njohim. Po kjo është patjetër, po nuk nisemi me sondazhe, thotë, e ka thënë sondazhi për sondu opinionin publik, për me I thonë qytetarëve që do fitoj Partia Socialiste. Ç'është kjo histori? Edhe në Amerikë, CNN dhe të gjithë televizionet e tjera e nxirrin Kamala Harris fituese. E pam se ç'a ndodhi, është skandal sondazhi më burr. Sondazhet në Amerikë ishin të nxirrin kok me kok. Jo, nuk është e vërtet kok me kok. I kam ndjek me vëmendje. Me Hillarin, kur ishte Trump me Hillarin, ishte edhe skandal tjetër. Unë po them vetëm këtë. CNN, Ipsos, gjitha sondazhet kanë dështuar në mënyrë spektakolare. Ose kanë blerë në mënyrë spektakolare. Po mirë, ky fenomen mund bëhet edhe në Shqipëri, pse? Dakor. Anduara, si e shikon? Dëgjova një deklaratë të zotit Berisha në lidhje me rezultatin e sondazheve të bëra publike në disa media në Shqipëri, të cilat sigurisht e tregojnë një avantazh superior të fitores së Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Dhe në fjalën e tij zoti Berisha deklaron që do të pranoj rezultatin vetëm nëse pasqyrohet vullneti I lirë I votuesve. Pra, nuk besoj që zoti Berisha do ta pranoj rezultatin e humbjes, pasi deklarata e zotit Rama ishte që në zgjedhjet e 11 majit, Partia Demokratike do t'i afrohet humbjes së thellë të vitit 2007. Duke u referuar një tjetër humbje të partisë... të vitit 97. Vitit 97, yes. Dhe duke qenë se, kemi retorikën politike, fushata është deri diku demagogji dhe ne e kuptojmë se ku luan edhe zoti Rama dhe zoti Berisha, ku godasin, por shikoj që në frontet ku janë renditur dy krerët e ushtrive të mëdha, do të kemi mosnjohje të zgjedhjeve nga Partia Demokratike dhe sigurisht që partitë, siç e tha dhe profesori Shej, që partitë e vogla të cilat janë deri diku alternativ, do t'i bashkohen fuqisë më të madhe. Por kush fuqiron, do bëj koalicion Partia Socialiste? Patjetër. Ku dijo, ka që shtin dhe fall, po deri më sot... Sikur s'është artikuluar, po.